Rruga më e frekuentuar në Fushë Kosovë, ajo që e lidh këtë qytet me Uglarin, vazhdon prej një kohe të gjatë të jetë në gjendje të mjerueshme. E dëmtuar nga gropa të shumta dhe infrastruktura e amortizuar, kjo rrugë po shkakton telashe të vazhdueshme drejtuesve të automjeteve. Edhe pse para pak kohësh është intervenuar përkohësisht me zhavar, gjendja e saj nuk është përmirësuar dukshëm. Përkundrazi, rruga vazhdon të jetë problematike, sidomos duke pasur parasysh faktin se në të qarkullojnë edhe automjete me pesha të rënda, të cilat e përkëtsojnë edhe më tej situatën. Qytetarët, veçanërisht ata që jetojnë përreth kësaj rruge, kanë drejtuar ankesa të shumta ndaj institucioneve përgjegjëse. Mirëpo deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret, as nga Komuna e Fushë Kosovës e as nga Ministria e Infrastrukturës. Nga Komuna e Fushë Kosovës deklarojnë se kjo rrugë nuk është në kompetencën e tyre, duke hedhur kështu përgjegjësi në institucionet e tjera. Ndërkohë, redaksia jonë ka dërguar pyetje zyrtare lidhur me këtë rrugë, por edhe për disa rrugë të tjera në Fushë Kosovë që ndodhen në gjendje të keqe. Megjithatë, edhe pas 5 ditësh pritje, nuk ka pasur asnjë përgjigje nga institucionet përkatëse. Heshtja institucionale dhe mungesa e veprimit sigurisht po rrisin pakënaqësinë e qytetarëve, të cilët kërkojnë zgjedhje të menjëhershme dhe ndërhyrje serioze për të garantuar sigurinë në komunikacion për të gjithë qytetarët.